U kthehem në studio për të diskutuar një çështje mjaft e rëndësishme që ka të bëjë me konkursin e shpallur nga Ministria e Shëndetësisë për specializimet e mjekëve që kësaj here. Nga komuna e Gjilanit nuk pat asnjë të pranuar për specializim. Me mua në studio është Izmir Zeka, ish kryetari i Kuvendit të Gjilanit. Zoti Zeka, faleminderit shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodis. Faleminderit për ftesën. Nderuam, pse ndodhi që këta të rinj të mos jenë pjesë e specializimeve të më të tjeshëm për nga ana mjekësore dhe duke ditur që stafi në Spitalin e Gjilanit tashmë është duke u vjetruar, do dalin në penzion një numër goxha i madh i tyre. Fillimisht faleminderit për ftesën. Konkursi i fundit i shpallur nga Ministria e Shëndetësisë ka qenë një konkurs nivel të Kosovës, por natyrisht ka qenë i planifikuar ose shpallja e tij ka qenë në bazë të regioneve për të pranuar specializant në bazë të nevojave të kërkesave të vetë spitaleve regionale. Fatkeqësisht Gjilani jotëm kësaj here, është një konkurs më herët që ka ndodhur, që mjekët e Gjilanit për shkaqe që nuk i di, po dua ta them si fenomen, si problem që nuk është pranuar asnjë në specializim. Kur e kemi parasysh që specializimet janë zasin 5 vite, atëherë sigurisht se Spitali Regional, në bazë informacioneve që unë i kam, dhe sot kur po flasim, disa reparte nuk kanë kuadra, po brenda 5-6 viteve sigurisht se do të mbyllen një numër i madh i reparteve në Spitalin Regional Gjilanit. Prandaj, si themi, insistimi im ose reagimi im ka qenë konform kësaj se Gjilani një qendër regionale, një qendër e cila vërtet ka mjek të shumt, nuk po arrin qoftë me përgatitjen që e kanë, qoftë me nivelin akademik që kanë, që mjekët tanë të ecin tutje dhe të përgatiten për të ardhmen. Prandaj Ministria e Shëndetësisë duhet ta marrë seriozisht këtë çështje dhe duhet të jetë alarm se çfarë e pret në të ardhmen një spital qysh si ka qenë me emër Spitali Regional i Gjilanit dhe tani më mbetet pa kuadra profileve të caktuara. Profesor, pse po bëhet kjo mënyrë e kësaj lloji të përgjigjes së njerëzve të shkojnë në specializim? A mendoni që do të jetë politike edhe kjo çështja e përgjigjes se kush do të specializoj ose jo? Nëse shikohet nga një kand, mund të thuhet se diçka ka. Diçka mund t'jetë, se nuk mund prej dikun 200 vetave, sa ka qenë nivel të Kosovës, prej 200 vetave që ka qenë i shpallur konkursi, të mos arrin të pranohen asnjë prej Gjilani, asnjë. Aq më pak që ju thatë se nuk është hera e parë që kjo ka ndodhur. Është hera e dytë që ndodh në Gjilan, edhe në një konkurs më herët, specializantë e Gjilanit, ata që kanë aplikuar nuk kanë arritur që të pranohen. Kurse ata janë mjek të përgjithshëm dhe janë studentë të cilat them me plot bindje. Janë studentë që i kanë nota mbi 9. Nëse është ndonjë kriter që edhe nota ata i plotësojnë dhe nuk do të duhet ishte ashtu, po përveç kësaj ka qenë një farë ndarje edhe në bazë kërkesave edhe të Spitalit Regional Gjilanit, se sa të pranohen për Gjilanin, që janë nevoja, edhe emergjente janë nevoja, po nuk janë bërë. Kam përshtypje që Gjilani është mbet një farë, po them zor qorre, po është mbet në mëshirën e Zotit, sidomos për këtë rast, por jo vetëm për këtë rast. Po e them që megjithatë është bërë pa drejt në aspektin profesional mjekëve gjilanas. Kemi numër dikun mbi afër 30 që janë mjekë të përgjithshëm dhe që s'po arrin të gjejnë rrugë për të specializuar. Dhe çka në fund? Ne flasim na për televizione, na për institucione ndryshme se
duhet t'i përkrojmë e tjerë, por si duket nga njerë me veprimet tona s'po i lemë rrugë përveç se të marrin rrugën sikur të tjerët që po ikin në përvende ndryshme të perëndimit dhe kuadrat tonë të gatshëm i marrin qoftë Gjermania, Zvistra, qoftë Amerika dhe kështu që në bazë kësaj ne brenda një kohë shumë shkurtër do të mbetemi edhe pa njerëz profesional, specialistë natyrave të ndryshme dhe qytetarët tanë detyrohen të shkojnë në vende ndryshme, Maqedoni, Shqipëri, qoftë edhe Turqi e vende tjera që përshërim. Po, profesor, ti përmendër edhe më herët që kemi pasur një ikje jashtëzakonshme të njerëzve nga Kosova, pra vetëm mjek ishin mbi 1000 mjek që na larguan nga vendi, një trend që besoj se do të vazhdoj edhe me tutje e mirë, po sa do të dëmtoj Kosova ikje e gjithë këtyre profesionistëve nga Kosova. Dhe pse po bëhet kjo, profesor? A nuk është dashur që të stimulohen këta njerëz, këta profesionistë që ndrojnë në Kosovë, të krijon mundësi pune për ta e të mos jenë në migrim ashtu siç po ndodh fatkeqësisht? Unë kam lexuar dikun nga vitet e 60-ta, 1960-70-ta, Mbretëria e Bashkuar ose Anglia e ka pas këtë problem. Dhe ata e kanë quajtur ikja e trurit. Dhe fenomeni ikjes së trurit është fenomeni më i rrezikshëm i një shoqërie. Dhe anglezët kanë pas problem kohë gjatë, 15 vite, pasandaj është marrë krejt qeveria edhe ka bo prioritet kombëtar atë çështje për mos me leju. Edhe pse një pjesë e madhe ka ikë në Amerikë, në vende të ndryshme, për shkaqe që sikur këto tona që janë sot, duke mos u kujdesur qeveria, duke mos u kujdesur askush për ta, dhe qoftë njerëzit më të mençur të Anglisë kanë shku në SBA, apo ku kanë gjetë rrugë më të mirë. E tash, ne kam thënë shpesh dhe them që ikja e trurit në Kosovë është të shku në heshtje. Është të ikë në heshtje. Dhe ne, jo që do të ballafaqemi vetëm me problemin e mjekëve, mungesës, po sigurisht edhe me profesione tjera kemi ballafaqur në një kohë të shkurtër, sepse këtu nuk, në bazë asaj që shihet, nuk kanë ndonjë strategji kombëtare, strategji se si të punohet në drejtim të ndaljes së trurit. Kur po e them trurin, në këtë kuadër fuse dhe mjekët dhe të tjera, të cilët nevoja ka nevojë më shumë se kur ka Kosova që t'i ketë brenda. Sa është investimi vetë Kosovës, është prodhim. Ne po investojmë në këta njerëz, kurse shtetet tjera na marrin të gatshme. Prandaj rasti i Gjilanit është alarm. Rasti është me një shembull, është një alarm se si nuk duhet të punojnë në institucionet e Republikës Kosovës. Dhe të gjejnë mënyra që këta njerëz, këta mjek të qojnë në rrugën aty ku dojnë, në specializime apo çka dojnë, në mënyrë që ne të kemi një termë humane, njerëzore, më të sigurt, dhe mos të kemi nevojë me shku netën e pasandaj me vrapu me lyp mjek në për vende tjera. Jo, profesor, jo, apritin që qeveria ashme me qenë se ende nuk jemi të kjo faza e formimit të qeverisë, duke ditur që patëm 21 seanca të shtuara saj përket konstituimit të kuvendit të Kosovës, apritin që qeveria ashme duhet të ketë prioritet çështjen e mos migrimit të qytetarëve të vendit, të mos shkohet gjithë kjo tempo duke u rritur, duke ditur se tashmë ka dalë edhe problemi i ballafaqimit me shtrejtim të energjisë elektrike që ja ka bërë shumë të vështirë jetën qytetarëve në Kosovë, duke ditur që paga minimale në vend është nën standardet jo normale dhe nuk i përmbush të gjitha nevojat e çdo qytetarit në vendin tonë. Qeveria e ardhshme duhet të ketë shumë prioritete. Tash nuk din njeriu normal, njeriu pak se në cilat fokusohet. Për shkak se aq janë grumbullu problemet, saqë do ta ketë shumë problem. Cila do qeveri që do t'jetë të nesërmën, do ta ketë problem dhe sidomos unë po flas kur një qeveri që është e përgjithshme. Një qeveri që është e përgjithshme, ajo do të ballafaqohet me shumë probleme. Problemi kryesor në Kosovë janë 2-3 shtylla që migrimi më është çështje esenciale. Popullata është ka ikë.
veç kush do me pa. Tritjen ka ikin dhe tash një qeveri zakonisht i ban prioritetet dhe pas në bas prioriteteve dhe punon. Gjenë zgjidhje. Nuk është Kosova një vend që nuk ka mundësi të punohet dhe të jetohet. Po për shkak një farë depresioni, nga njerë unë e thamë një farë depresioni që është bëhe edhe politik edhe shoqëror në Kosovë, të rritë, qoftë edhe nga njerë kure kanë edhe një vend punës, ikin. Tash kush nuk ndalet mu marrë me këtë qështje. Kemi problemin e pagave, që janë nën minimumin, inflacioni, problemet e raportet me ndërkombëtar, dhe ne ballavacioni ende me qka, që është për të qeshur, mos zgjedhjen e një krye parlamentari. Dhe më thonë për teke, për të njerëzve atje, ne humbim kohë për një përzgjedhje që është aspekt edhe ligjor, edhe normativ, edhe kushtetues, dhe nuk arrin të vjen partia e parë, e cila është përgjithësinë që ka, nuk arrin të gjejë një zgjidhje, ta bëjë një kompromis për të konsoliduar institucionet e Kosovës. Ne çdo ditë që shkojmë, ecmi kështu, ne kemi humbje në aspektin ekonomik, kemi humbje në aspektin e trajtimit të shumë çështjeve që janë mbetur pezur që 6-7 muaj. Mund t'i marrë disa shemë, kemi projekte të ndryshme të cilat duhet të kalojnë përmes parlamentit, janë vlera të mëdha prej BE-s, Po, janë 15.000 euro fonde vetëm për komunat që janë ta. Po, pasandaj janë disa komuna dhe janë të blokuara, po e marrë ato mjetet të cilat dedikohen për Kosovën qoftë për në format të ndryshme, po pa kalu disa procedura së mund shfrytëzohen. Dhe ne mbet gjithçka në Kosovë është në mbrapa, në aspektin saj përket funksionimit një shteti, një qeverie. Dhe nuk është e lehtë. Pasandaj ka ditë për ditë humbje shpresës. Pika më dhimbshme për mua është kjo kur njerëzit fillojnë mos me besu në vendin e vet, mos me pas shpresë në këtë vend. Dhe si duket kjo periudhë që kjo qeverisje nga një pritje tepër e madhe, e kthej në një humbje të shpresës së njerëzve, sa që mos me besu njerëzit në shtetin e tyre. Dhe qka, se i cili që zgjot me njerëz me mendu se si me gjetë rrugë për me dalë vende ndryshme. Prandaj, thjesht, ne jemi në një krizë përgjithshme, por sistemi i tillë, edhe parlamentar, edhe lufta politike që bëhet në Kosovë, nga njeri kalon kornizat e interesit shtetëror, duke shikuar interesat politike të partive politike, dhe... Nëse ata po thirrën për interes shtetëror, profesor. Ai shiko, tash partit duhet shikohen në bazë veprimeve. Të ne, zakonisht, deri tash kemi jetu një farë folklori, patriotizmi folklorik. Për 4 vite ne jemi lodhur, ose s'po them jemi lodhur, por në kuptimin e mirë, po them, me pjesën veriore të Mitrovicës. Dhe, ndoshta nga njerë, unë them, kem harruar se pjesa veriore është shfaq, si kur themra Akili, që në fakt nuk është. Kosova sovranitetin e ka shtëri në 99-ën, dhe ose 2008-ën e ka shpall pavarësin. Dhe çështja e sovranitetit në Kosovë është e mbyllur. Çështjet e brendshme, janë çështjet brendshme të një shteti që ka me pas kriminalitet, dikun ka me pas hajnima të madhe. Unë kam qenë zëvendësministri i punëve të brendshme, dhe unë e njeh atë pjesë mirë. Ka pas gjitha nga pak kanë qenë, por mekanizma shtetëror janë për t'i luftuar ato. Po sa i përket çështjes sovranitetit, është çështje e mbyllur, çështje e harruar kjo. E tash, politika mund ta diskutoj për interesa ditore dhe mund ta bëj temë edhe nga për televizione.
Po, profesor, po e mbasin ata fjalën publike, duke ditur se mund të shkaktoj edhe dëme shumë të mëdha për shkak se njerëzit që dojnë të investojnë në Kosovë, sigurisht që janë në njohuri për të gjithë politikën e cila po bëhet në vend. Pra është një vend që nuk ka stabilitet sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me formimin e qeverisë vendit, s'ka stabilitet financiar brenda tij dhe siguri për bizneset që dojnë me investu në Kosovë. Dhe mund shkaktoj edhe shumë dëme të tjera ekonomike në vend. Shika, dame është ma. Dame është ma në Kosovë. Dhe është problematike ti tash të ftosh njërën anë të thush që Mitrovica e Veriut është rrezik se po polcet ndo një luft ose diçka, dhe në anën tjetër t'ju thua që investitore e një investoni këtu. është absurd. Ose të përmendet vetëm për çështje politike, çështje e Veriut të vendit. Përmend se unë kam qenë ka herë në ngjarjet në proceseve, edhe kur ka qenë krejt gjendja e qetë, pa qëto problemet e fundit që janë shfaqë Mitrovicën e Veriut, ka qenë problemi më i madh se si me i bindën investitorët e huaj me anë Kosovë për me investu, sepse makineria serbe, propaganda bana për Evropë e tjera, ka bon që asnjëherë Kosovën mos me pa një vend të sigurt. Po gjithmonë ka, se në Kosovë ekziston rreziku i kësaj, edhe pse ka pas një gjendje stabile dhe ne kem tentu, kem shiku që kërkojmë për investitorëve që të investojnë në Kosovë. Aso kohë, po flas para se me ardhur në pushtet vetëvendosja, kur nuk është diskutu shumë çështja e Veriut, po problemet kanë qenë natyra ndryshme, dhe kem pas problem ardhjen e investitorëve. Kurse tash, kur çdo e dyta fjala është, ose këto 4 vita, 5, që ishte çdo e dyta fjala ishte që Mitrovic ka këto probleme, ndodhi Banjska, ndodhi ajo, ndodhi kjo, dhe ti pret se do të vinë investime. Jo, kjo nuk ka ndodhur asnjë vend të botës, po të ndodhte ne jemi një vend dhe kem harruar që jemi një vend i vogël. Një vend me një ekonomi të breshtë, me një ekonomi që nuk ka një zhvillimin e saj më të mirë, dhe përkundrazi ne ja ndihmojmë edhe me një fjalor politik, ja ndihmojmë që nesër mos të vinë as qoftë do investitor të vegjël me investu. Kosova më shumë se kur ka nevojë për miq, ka nevojë për diplomaci ekonomike, për me thith investime, për me ardhë investitor për me investu, por kjo nemën të një farë folklori, si e thash më herë, nemën të një farë patriotizmit, kjo nuk bëhet, janë prish raportet me gjithë dhe nuk ka investime. Vize kam ju posjeshin ju punën që është bërë në Ministrinë e Punëve të Brendshme, megjithëse edhe ju vetë keni qenë pjesë e saj në një periudhë. Është punu sa duhet, apo është punu vetëm për reklamim mediatik edhe në për Facebook e të ndryshme, duke thënë se kjo punë është bërë, ose kemi arritur ta bëjmë këtë punë qoftë edhe në Mitrovicën e Veriut? Në Mitrovica e Veriut, unë kam pas nderin, edhe se kam qenë pothuajse çdo 3-4 ditë atë pjesë, kam vizituar. Kam qenë si bizanës minister, në cilësinë e qatë pozitë. Dhe problemet kanë qenë, po me gjithate edhe ato probleme ne kem tentuar gjithmonë t'i zgjidhim koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me vendet e BE-s. Arsyeja ka qenë shumë e qartë dhe qëllimi jonë. Ne kem dashur që kjo çështje të zgjidhet pa ndonjë zhurmë të madhe, pa ndonjë pomp, ose mos arrihet më bë temë në Bruksel. Nëse bëhet temë në Bruksel, pasandaj shikoni për masat ku jemi sot. Dhe bisedohet më shumë për Mitrovicën e Verit në Bruksel, se që bisedohet për një zgjidhje e cila ka qenë gati aso kohë në finalizim e sipër. Marrëveshja ka qenë për njohje mes dy vendeve dhe ishte çështje e mbyllur. Pasandaj, pas kësaj njohje, çështjet e brendshme rregulloheshin. Nuk ishin problem disa zyre, sa ato rregulloheshin, pasandaj me njohje reciproke mbylleshin të gjitha dhe normalisht Kosova
i ruan të aleatët, i ruan të miqtë e vetë. Tash ka kemi që ka ndodhë. Tash kemi një situatë atje me disa kryetarë që janë zedhë që shedim, janë kryetarë shqiptarë, pa një polici, po me një polici të Prishtinës, e kështu me radhë. Dhe është, si me thanë, është problematike me rujt një stabilitet, një qëndrueshmëri atje, gjersa nuk kanë vullnet edhe vetë qytetarët. Nuk mbahen as një, jo aty, po nga nësë një vend botës, nuk mbahen qytetarët me forca policore. Ne duhet të sërbët, duhet edhe ta kuptojnë, dhe besoj që kanë arritë me kuptu që sërbët janë pjesë e jetës kosovare. Dhe, po, në fund duhet në harmonizim me SHBA-n. Pa SHBA-n, asë një qështje në Kosovë, prej 99, ose deri me sot, nuk është zhjilën. Përsa unë kam qenë gjarje. Nuk arrit më zhjilë. Kur kanë qenë SHBA-t, ose në koordinim me ta, ne kemi zhjilë gjitha problemet. Dhe nuk kemi pas as hallin se që ka pas Serbia, as veprime se që ka pas Serbia, sepse kemi qenë në koordinim të drejt për drejt. Ndërka që tash kur po folim, profesor, si... Tash kur po folim, ne jemi shkputur. Si kur me thanë, ne jemi shkputur edhe prej atyre qështjeve që ka flasin për neve. Ne kemi qenë faktor, ose kemi qenë në vendet kur është diskutu për Kosovën. Ne kemi diskutu. Kurse tash ne nuk jemi as kur diskutohet për Kosovën, as kur flasin, as kur vendosin për ndonjë qështje. Jo që mund ata vendosin për qështje të brendësisë të Kosovës, po për ndonjë qështje që është interes vital i saj, dhe ne nuk jemi aty. Pse? Tash, nëse shteti amerikane nuk ekziston, shteti i Kosovës me gjithate nuk mund dhe nuk trajtohet në vendet të ndryshme ashtu si që është trajtuar. Këtë duhet të dimë të gjithë. Ne mund të flasmi fjalë të mëdha, mund të themi që ne jemi njerëzit ose qendra e botës, por realiteti është ndryshe. Bota ka probleme tash të mëdha, ka ndryshuar shumë çka, politika gjeostrategjike po ndryshon edhe rendi i ri botror. Në këtë rend të ri botror ne jemi, s'po them se ne jemi ashtu popull i vogël, po ne nuk jemi as në ngjarje se çka është ndodhur. Ne flasim për Prishtinës, nga njerë dhe ju kalzojmë se çfarë veprime duhet me ba Amerika ndaj Rusisë. I tërko që çështjet tona i kemi... Po jo, edhe janë absurde. Absurde të mirë ne me Rusinë. Se janë fuqit mëdha dhe ka kushmirat. Ne kemi probleme 100 tona, së më pejzilë. Ne këtu, popullata ka nevojë për mirëqenje, ka nevojë për zhvillim, ka nevojë për arsim të mirë, ka nevojë për shëndetësi të mirë, për pagat mira. Por jo të mirëmi se ne nuk jem ndonjë faktor, as nuk kërkohet prej nesh. Që ne t'ju tregojmë se çfarë bëjmë. A janë fuqit e mëdha, Shtetet e Bashkuara, duke u nis Franca, Angli e tjera, që politikat ndërkombëtare ata i menaxhojnë, ata i determinojnë. Kurse ne jenë si të themi një pjesë, një pikë ndeti që duhet të bëjmë punë të shtëpisë, punë tona, dhe duhet të punojmë për interesin e shtetit ton, po zakonisht në harmoni me miqtë që i kemi. Për herë të parë në histori është që më mban mend historia shqiptare, që ne kemi krijuar miq. Asë njëherë në histori ne nuk kemi arritën diplomacin të zhvillojmë, që që kemi zhvillu me luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, pasandaj me pavarësin, me krejt, asë njërës kemi arritë. Asë kur është shpallë pavarësia e Shqipërisë e 28 nëntor 12, nuk e kemi pas këta miqë. Tani i kemi. Po, duhet të ruhen, po me këtë qasje ne krijojmë probleme vetë vetës, se asësi si krijojmë probleme Amerikës, si krijojmë as të tjerëve, po i krijojmë probleme vetës, i bëja e dim, i bën politikat e veta, por ne duhet jemi korrekt me vetë vetën dhe duhet punojmë vetëm për interesat e qytetarëve dhe mirëqenjen e tyre. Ne
Nuk duhet të lejojmë që të kënaqemi të kemi një popull fukara. Ne duhet të tentojmë si shtet që këtë popull ta fuqizojmë, të investojmë në investimet ndryshme që ky popull të bëhet i pasur, që të ketë me qenje të mirë. E jo të jetojnë me, si po mendojnë nga njerë kjo qeveri, nga 100 euro, 200 euro atje. Kjo është me mbajt popullin të varfër dhe me lëmosh. Po, duhet punojmë me projekte, ide. Këta njerëz mos ty shumë nga, ka njerëz nuk e kanë idenë se si udhëheqet me shtetin. Ne shpresojmë, profesor, që të bëhet me mira për vendin tonë. Unë të falenderoj shumë që gjetje kohë që t'jesh pjesë e Infodese dhe të shpalosësh të gjitha këto shqetësime, fillimisht për specializantët të cilët u larguan nga lista me një arsye apo jo nga Ministria e Shëndetësisë. Faleminderit shumë që gjetje kohë që t'jesh pjesë e Infodese. Ishte kënaqësi që isha sot në emisionin tuaj. Pa të ndërruar shikues me mua, në këtë studio ishte Izmir Zeka, ishte zëvendës ministri në Ministrinë e Punëve të Brendshme. E unë këtu ju falenderoj që gjetët kohë që t'jeni pjesë e Infodese dhe ndam të gjitha këto informacione që ndodhen ditën e sotme.